Një fëmijë që do librin do të rritet me krah për të fluturuar lart në jetë. Diçka vet, ajo është si pesari yt, të tjerë duhet të presin para se ta bajnë. Ky veprim quhet respekt. Nëse fillon diçka nuk dëshiron që dikush të përfitojë prej saj, kështu që unë respektoj të drejtën e autorit. Në faqen e një libri shihet një botë ku vetëm ata që lexojnë dinë ta zbulojnë. Leximi i librave është si të bisedosh me njerëz të urtë që kanë jetuar shekuj më parë. Librat janë urat që na lidhin me botën dhe vetveten. Çdo faqe libri që lexojmë të bën më të pasur në mendje dhe zemër. E një libër nuk je kurrë vetëm. Të artistët janë të mbrojtur nga e drejta e autorit dhe ne duhet të jemi të parët që e respektojmë këtë fakt. Librat janë çelësat që japin dyer e dijeve dhe ëndrave. Çdo libër fshihet universe që pritet të zbulohet. Në kohë errësire, libri është dritë. Fëmijët që lexojnë bëjnë të rritur që mendojnë. Në dhunë pa libra është si një trup pa jetë.